matematikor tash, sigur një ushtrim matematike ta zgjidh inteligjenca artificiale, por nëse nesër nuk e ke këtë instrument të AI-s, si do veprohet? Pra që do të thotë ne duhet edhe ta balancojmë aplikimin. Vërtet flasim për Suedin apo vendet nordike të tjera të cilët janë vende me potencial më të lartë teknologjisë, por në sektorin arsimor kanë filluar ta kufizojnë pak. E kuptoj. Pra vendet nordike kanë filluar po bëjnë hapa pas. Po fillojnë, për shembull fjala vjen të restriktojnë internetin, të restriktojnë aplikimin e aplikacioneve dhe të insistojnë librat. Pra ku edhe ne duhet ta vrasim mendjen realisht në mënyrë organike, jo thjesht turi elektronik. Kemi turizmin kozmik. Po, edhe kjo mua më ka bërë përshtypje, por mos çuditemi të dy neve sepse turizmi kozmik do filloj shumë shpejt që të aplikohet, domethënë në vende të zhvilluara. Mua më kujtohet pikërisht pra ai lajmi i famshëm që pati nxjerr ky Jeff Bezosi me një grup vajzash përfshir Katy Perry, domethënë edhe të dashurin e vet, edhe ti dhe unë duam që të shkojmë ta bëjmë një vizitë jashtë orbitës tokës.